Cili është perceptimi juaj për këtë krizë institucionale? Unë mendoj që përgjegjësia kryesore që jemi në këtë krizë institucionale është për shkak të sjelljes së partisë së parë. Është për shkak të sjelljes së lëvizjes vetëvendosje dhe të kryeministrit Kurti, sepse i takon partisë së parë që të jetë borce e themelimit dhe të konstituimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, dhe ne kemi tashmë një histori gati 25 vjeçare të themelimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, që nga viti 2001 kur janë marrë zgjedhjet e para atëherë nacionale, dhe ju e dini fare mirë që atëherë dhe pse Lidhja Demokratike i kishte fituar 50% të zgjedhjeve, kryeministri ka qenë i një subjekti tjetër politik dhe shumica e qeverisë së Republikës së Kosovës atëherë me 12 ministri, 8 ministri i kanë takuar Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa Lidhjes Demokratike të Kosovës vetëm 4 ministri dhe presidentin e Republikës, por kjo ka qenë përgjegjësia institucionale e presidentit Rugova dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që t'i themelojë institucionet. Prandaj i takon partisë së parë që të jetë më hapur, sepse nuk mund të kërkosh bashkëpunim dhe partneritet nga subjekte tjera politike të përfaqësuara në parlament, ndërsa të pretendosh që ti udhëheqësh krejt institucionet vet. Madje unë them që në demokracinë çfarë kemi ne të re, nuk është të shëndetshme për shtetin e Kosovës që një parti e vetme të udhëheqë gjitha institucionet e vendit, qoftë ajo dhe vetë Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ne jemi një demokraci e re dhe në demokracitë reja dhe udhëheqja e një subjekti politik dhe një lideri të vetshëm let mund të kalojë në autokraci dhe kjo nuk i duhet vendit tonë.